Puseta të thyera e të shtrembëruara, trotuare të dëmtuara, shtylla elektrike të rrëzuara. Me pak fjalë, kjo është gjendja rrugës për në Kalan Rozafa, nga vendi ku fillon parkingu kryesor i automjeteve deri në qafë, një segment për rreth 200 metrash. Ndodhen se është një rrugë mjaft e frekuentuar jo vetëm nga banorët e kësaj lagje deri në Ajasëm, por kryesisht nga turistët që ngjiten për të vizituar Kalan. Gjendja e saj tregon qartë se nuk i është kushtuar vëmendje merituar për mirëmbajtje. Aq e vërtetë është kjo sa në mes të këtij segmenti është dëmtuar edhe tubacioni i ujit të pishëm dhe uji rrjedh në rrugë, ndërkohë që askush nuk është shqetësuar për këtë rast. Kjo rrugë brenda parkut arkeologjik dhe zonës turistike që përfshin Kalaja Rozafa, Xhamia e Plumbit dhe Kisha Zojës, kërkon angazhimin e përbashkët të Drejtorisë Renale të Trashëgimisë Kulturore dhe Pushtetit Vendor për riparimin e mirëmbajtjen e saj, në gjendjen ku ka arritur jo vetëm që është kthyer në një burim aksidentesh, por cënon rënd edhe imazhin e kësaj zone tek turistët e shumtë që vijnë nga 10 vende të botës. Kjo është një hapësirë e turizmit kulturor historik, çka nënkupton çdo element infrastrukture në funksion të saj dhe jo rrugën kryesore, në gjendje sa rrezikon edhe aksidente.